Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi sërish sot për të nisur një javë të re, e hënë 13 tetor. Mirëmëngjes Fabi. Mirëmëngjes kolegë. Mirëmëngjes kolegë. Do ta themi që tani që ky është program i regjistruar. Jo, ne nuk e dim se do dalin ndeshja. Jo, nuk është i regjistruar, ne e dim shumë mirë se do dalin ndeshja. Fabi, në rreth parë me gjesh 13 është ditë tërsi sot? Jo, është nesër, 14. Po mirë. Koleg, tani, mbas ndeshjes të ditës shtunë... Unë parashikoj që ditën që vjen, se sot është e njëjtë, ne kemi regjistruar përpara, ditën e shtunë, ne luajmë me Shqipërinë. Unë parashikoj Serbia me shikon një fitore të Shqipërisë 1-0. Me gol të Bajramit dhe humbë Rejmana një rast në fund. Atëre, është e njëjta gjë, parashikimi im është një fitore të Shqipërisë 1-0, me gol të Rejmanait dhe humbë Bajrami një rast në fund. Do vemi bast? Po, sa dush. Vemi bast për Jordanin, po që se kjo... O, sa mirë me qenë shqiptar, o hej, lejo ta përshqipojnë këtu, martë verdh? Jo. Martë verdh, jo. Koleg, tani duhet kërkosh, duhet bësh i mea kulpa ndaj Silvinjo, sepse për vite të tëra, ti dhe Shako Hoxha keni mbajt qëndrimin Silvinjo out. Atere, Mr. Silvinjo. Mr. Silvinjo, po. Let me speak in broken English. In Lushnja, please, in Lushnja language. Lushnja language. English is a particular language. Ka marrë pasaportizimin. Ka marrë pasaportizimin, Silvinjo. Silvinjo? Jo, Silvinjo. Qëmë qytetar në deri, çfarë u bë për atë sa kohësh? Nuk e dim. Qytetari Lushnjës. Në gjithë do të bësh një... Diçka ka me Lushnjën. Që kjo? Outing kjo? Jo, kolegë, nuk është. Ideja është që kjo ishte botrori për ne, unë kam pak... Ore, Silvinjo out që ke thënë ka që kodë, bëri ndeshjen më të bukur që po të këtë bëtë karierës vetë. Kjo është e vërtet, në nderoj. Në një pozicion të jashtëzakonshëm gjithë Silin. Bëri ndrime 100 minutë në 60. Atere, Silvinjo, Mendes Campos da Silva. Qa është kjo mirëditor me gjithë këtë emër gjatë? Ne sot nuk po të heqim, nuk po të shkarkojmë. Da, po si du të shkarkojmë? Ti du të ambash kombëtarin edhe ndeshim me Jordanin. Po? Po, da shi nuk humbet me Jordanin, do humbasim, kolegë. Misore është me letë humbi, që lidhje ka. Me gjitha të, aji kontratën besoj të ashtë do të alën deri në fund play-offit, pra si të mos në qofë se të... E vetë me gjë është i lutem i Anglisë, ju lutem mundën i Serbin. është vetë me gjë që mund të na prishin qik punë. Pse mund ndodhi dhe kjo? Po, qofë se Serbia merë pik, apo fiton. Me këto fiton të Serbia? Me ata pëmthymët që pa më të shtunën? Kolegë, letë këthejmi aty ku ne kemi zakon, si është parashikimi motit? Parashikimi motit. Motit dhe këtë javë do t'jeti qëndrueshëm, në kuptimin që rreshtë dhe shio do t'jeti diçka e rrallë për teritorin tonë, deri ditën e njëjtit. Ditën e njëjtit dhe të premte do të shpeshtohen. Pra, to 3 ditë e para, jemi me temperatura ekstreme. Çdo tot ekstreme. Në mëngjes, në drek, 7-25 janë temperatura jo fort misore, dhe po ta vini re, unë kam një rruft, kam një diçka që më ndodh një herë në 2-3 vjetë, po jam gjirur kur bëm golin. Si e gjirur? Po, një diçka, në qofë se dalë. Tani, kolegë, urdo, duhet bësh prap atë me kulpën ndaj Silvinjos, sepse duhet bash fjallën, kolegë. O, kolegë, se kam edhe sugjerime nga njerës që e djegën futbolin, po ajsa ne, me trajner, pa trajner, së do këshin lujt ata. Po të kësha që jenë unë vëndësim Vinjës, nuk ka mundësi. Brojen nuk do të kësha vendosë, Brojen do të fusa pjesën e dytë. Të paktën silu si tifozët e flamurtarit kur luan të kompetenti. Jo, kolegë, kompetenti të na falë. Jo, kolegë, nuk është e njëta situatë. Njëta situatë. Ja njohë i mëritat si Vinjës. Absolutisht, është një trajneri i mes. Po sillut paktën si Lorenzi Emini, i cili e mbajti fjallën. Tha që në qofë se do fitojmë, do të zhvishem. Shiko, dhe ne jemi të mërzitur pëse mbajti fjallën. Po ta njohë fështi Lorenzi, ti do kuptosh se u zhvesh. Pa që e njef pak. Po mi, po pëse do të zhvishej? E di unë pëse, po nuk e ndaj as me Lorenzi një. Po thue, kolegë. Nuk e them, Lorenz. Jo, Lorenz, jo. Jo, pëse. A i ka thënë fjale për një gjithë tjetër, se kualifikomin botror do zhvishim nga mesi. Jo, po qana duhet. Ta japëm këtë premtim? Po të mbashtritëm premtim? Po live ama? Live, qa do bësh live, po? Do zhvishim nga mesi e poshtë, kolegë. Nëse... Ne kualifikomin botror. Me këshu, me...
Nuk ka rëndësi që kam poshtë. Nuk ka rëndësi. Do më thënë, do dalësh me këshu me të linta në program? Po. Ti dhe Geri Lineker. Me boksera, po. Ti dhe Geri Lineker, nuk ka mundësi. Edhe i kam uomo. Lorenzi Emini, pse duhet ta mbash fjalën o burr? Ju, mosha juaj, nuk vishni kanotjere poshtë plutës? Shko, kolegë, kur bën tatuazh 900 euro, do ta tregosh se si e largu lekët. Edhe unë pa tatuazh, kam nishanet e mia, por kanotjere jo, pse duhet vesh kanotjere poshtë? Po sa një pak... Mjafton për dorësh antidjerës, ti jesh higienikisht, i përshtatshëm. Jo, s'kam atje. Jo, të lutem, jo. Tatuazh? Jo. Jo do ishte goxha në formë, Lorenzi. Po, normal, sportiv. Çfarë ndjenje patë ti, Fabi? Ja. Vazhdojmë. Vazhdojmë. A jemi live, mund ta them? A jemi live. Jemi live, kështu që nuk i përzihem këto emocion. A jemi live, koleg? Unë na thash në fillim fare, sot është e njëjtë, është duke... Jo, po, këta amës qa bëjnë, dhe më thënë, sepse të gjitha transmitimet live kanë qenë të shoqëruara me shpreje... Po. Ne nuk guxojmë të themi se na vjen gjob, na vjen gjob. Keni marrë shumë gjoba. Kemi marrë, se jemi pjesë të tre, nuk e di pse më përfshin dhe mua. Po, kolegu e ka gojnë që qapras, por... A jemi live, kolegu? Jemi programe më i pastër në Ballkan, do thosha. Po, ne nuk... Ne, Serbia dhe motra e Serbisë janë dy gjëra të ndara për ne. Janë dy gjëra të ndara. Kjo është pyetja, sepse ti merr vesh nga gjeopolitika. Cila është motra e Serbisë? Nuk e di koleg, po ka shumë punë, ka pas punë. Ka shumë punë. A jemi live? Besoj se po. Që kemi live. Bravo, Zuni, bravo. Sensë mori, ja zeko në shumë. E di që do të po Po, a i të fërdon. Në qofë se ne hymë histori, si mund tjetë bendja jashtë. Ta shiko, ka shumë të gjarë që bas 30 vitesh të thuhet që Fevziu ka që trajnerja sekretare dhe bas 50 vitesh thuhet që golin e vetëm e shënoj Fevziu. Dhe dhe janë dy gjëra që bledo, bravo. Ne s'kemi mundësi, ti e bën o. Mua s'pe merë njëri ati. Pyetja në anglisht, dhe më, why? Because është përgjigja. Pourquoi? Because he can. He can, okej, e qartë. A din pak i natë kolegë që si e ti? Pse? Mu vjen shumë, edhe pjesa kolegu e i natë që unë kam frikë që mua dhe kolegun po të na lusnin, shkojnë rrezik nuk do shkojnë. Do shkojnë, po të kishit të gjitha free. Nuk është çështje free, se Serbi nuk është se anglishtën dhe italishten dhe frëngjishtën e di më mirë se sa Fevziu dhe bast, provim ja kështu. Pse s'më marrin mua, ma? A jemi live? Serbi? Jo, thash se, mirë, për Serbin okej, po thash se kishte në gjithë tjetër. Jo, s'ka mësi. Mbase duhet të keni kriter tjetër, të dini gjuhën kosovarshe. Gjuhën e huaj kosovarshe. Shiko, është i termi ri ky që unë njoha shumë vonë dje ose për dje me këtë. Në dhe unë dje. Jo, është përshtuar si vind. Jo, pse është e bukur, sepse janë dy gjuhë. Janë dy gjuhë. Gjuha kosovare dhe shqipe. Po. Është si gjuha austriake dhe gjermane. Si gjuha moldave dhe rumune. Do të janë gjuhë të ndryshme. Nuk e besoj se... Gjuha portugeze dhe braziliane. Po, janë dy gjuhë të ndryshme. Gjuha spanjolle dhe gjuha argentinase. Po, edhe meksikane, janë tre. Po, Shtoj edhe peruan. Po. Gjuha amerikane dhe gjuha angleze. Janë dy gjëra të ndryshme. Flasësh amerikanisht? Amerikanisht është. Si u bëm kështu? A jemi live? Besoj se po. Mi gjë dhe bukurishte dhe në gjuhën kosovare dhe gjuhën shqipe. Jo, për ka shtu si vinë, edhe ti, për shumë, kur të të pyesin për një intervjist pune, kje e parasysh? Që ti njeft gjuhën e Elbasanit? Kupton deri diku këtë Tiranës, por je fluent, për shumë, që ofse të flasin për anglishten. Që vërtet. Po, pra, është shumë e rëndësishme kjo për si vinë. Në gjitha të kolegë, sot në punë të marrin nga bukuria, kështu që unë e ti të ngordhe për bukë. Fabi, je shpëtuar. Je shpëtuar, pa dyshim, po duhet kesh edhe disa kritere. Tashmë duhet dish gjuhë huaja, duhet bësh intervista, etj. Ky portieri i Kosovës është me Sassuolo, në? Muric. Muric? Muric, duhet jetë se, jo Muric. Ndoshta nuk e di.
është... Në Itali luan? Po, me Sassuolo, është portieri Sassuolo, s'mos gaboj. Du ta gjem. Luan edhe, por kam përshtypjen se duhet ketë në një, ndoshta nuk di shumë mirë shqip? Nuk e dim, ndoshta. A e pat kur e intervistuan? Sepse dhe Kosova pa ecë shumë mirë. Po, me Sassuolo, në është vërtet. Se dhe Kosova është duke ecë shumë mirë. Shumë mirë, ka që më pak shanse se ne. 33% ka shanse, po. Po pse, me kështë në grupë Kosova? Me Suedin, me Slovenin. Do në barazim me Slovenin, do në 0-0. Do në barazim. Ka në ndeshje tjetër po me Slovenin, me atë, me Slovenin. Po mirë, atëre njoftojmë shoqatën edhe me Zvicrën, në cila e ka siguruar. Pra, një midis Suedis, Kosovës... Po do në e lënë ata me Zvicrën? Fitoren? Nuk para, nuk... Po se janë tanët ata? 2-3 janë tanët. Se i shpallim tratharë pastaj? Jo, koleg, jo. Jo, për ata e kisha, jo, përse ne të shpallim tratharë me njëherë. Nuk e di të shof kalendarin, që ose kanë ndeshje me Zvicrën, një pikë të na e marrin. Koleg, të falenderoj për linkun pirat që më dhe për të ndjekur ndeshje. Po nuk është pirat, më është Facebook. Facebooku lejohet. Nuk e shifte. S'ki ishte ja shtetit, koleg. Ku ta shifte ndeshje? Tha shikohet e raj 3. Nuk e kishte. Ishte? Jo. Pra, pse u hapitë? Raj 4, 5, 6, 7. I provua me rast. Klani im, që është kjo? Nuk ka për ja shtetit. S'ka e shtetit? Faleminderit për linkun që më njise. Këthejemi të Muriqi. Frikshme. Ajo i tha, të falenderojmë tha që i mban qërqapet shumë pastër. Shumë pastër. Kën, i kujt ishte dhe një? Po pra, po është tjetër gjë. Shit, me 2 e. Me 2 e. Tjetër pasaj. Hajtë, s'ka që. Po mi pa shumë mirë, a i do më thënë, punon lavanteri, kur ka kodë, po jo për gjë. Kështë një pyetje, nga ishte kë Muriq? I Kosovës, Dardam. Po pëse nuk flasë Shqip? Po ndoshta është rritur në një ambient që nuk fletë Shqip. Po, edhe ne kemi lojtarë që nuk flasë. Silvinjo për shumë nuk di flasë Shqip. Shqiptar është? Po. Do më është qytetar i Lushnjës të tja, po jo, dhe nuk flasë. Unë e di që ka marrë pasaportën shqiptare dhe është bërë qytetar i Lushnjës. Shumë mirë. Anila Basha pas ka bëj punë. Ka disa ko. Nuk dua ta them me plot siguri se ka lajm që ka 2-3 vite që ka ndodhur, por... Po t'ishte Fejziu këtu, do me dhe nuk do t'i bëje këto gabime. Se a i di gjitha, apo jo, koleg? Koleg, Muriq pas ka lindur në Zvicër, në 7 nëntor, 98, dhe 7 nëntor është datë shumë mirë për të lindur. 97 ne ishim të bëj qef të dy. Dhe ka luajtur për Juventusin, për fitë Juventusin, dhe është formuar tek Juventus. Ndryshojme një. Shumë ekipet mira pas ka shëtitur, dhe ka përfunduar nga Sassuolo, por është i portier shumë... është portier i pari Sassuolo. është portier i pari dhe portier shumë i mirë. Kështu që në datën 7 do t'i festojmë ditëlindjen? Shtator? 7 nëntor. Nëntor? Po. Stivit. U boft edhe 100. Nuk urot për para. Kur t'vi. Kur t'vi? Jo, Muriqi thash. Muriqi. Muriqi. Gjithë si gjuna se i ri është. Pas pak. Lidhjen e parë, për sot do ta kemi nga Suedia, aty na pres Silvana Vega, e cila në profesion është pedagoge, konsulente migrimi dhe menaxheri biznesi. Do na çojnë në Suedi? Do ikim virtualisht në Suedi. Sa e bukur që ka. Silvana shkroi një letër përpara pak ditëve ku foli për kancerin e gjirit. Fatkeqësisht Silvana është një ndër të prekurat. E ka kaluar fatmirësisht, e ka kaluar. Ama kjo letër nuk është vetëm për të rikujtuar të gjitha vuajtjet që ajo ka hasur, por dhe një forcë, një shpresë për gjitha gratë që po kalojnë një situatë të vështirë të ngjashme me veten. Është një letër në fakt që ka prekur shumë njerëz. Ne kemi këtu për gjithë teleshikuesit. Letrën, po. Kështu që pas pak do jemi me Silvana. Është e publikuar në rrjetet sociale, do nuk është se kemi një gjë ekskluzive, do. Pastaj Silvana do jetë në pjesë të parë. Prap në pjesë të dytë kemi një histori që mund të prek shumicën prej nesh. Po të kishte qenë kolegu ende në Edinburgh. Do ta kishte situatën të ngjashme. Pse? Sepse Fran Bakrugji është një sipërmarrës, por edhe këngëtar, ka shkruar, ka hedhur në një tekst, pastaj në një muzikë, pastaj në një klip shumë të bukur. Historinë jetës së tij. Është i njëjti person? I njëjti person. Frani ka qenë vitet e para në London Bridge.
Tani është në një fush, nuk e dim base në Mirdit. Ky është autori i këngës O Angli më nxjive jetën, diçka e tillë. Në Angli më nxji jeta. Në Angli më nxji jeta. Jo se ju nxji jeta nga klima, nga punët që ka bërë, por për dokumenta. Për dokumenta. Po pse nuk martoi dot si gjithë shqiptarët e tjerë? Ka vuajtur shumë Frani. U martua? Është martuar në Mirdit. Ka bërë letrat Mirditës. Po bra. Ka patur peripeci për të shkuar prapë. Sepse ja kanë dhënë Britishin, këta se janë të poshtër. Ja dhanë Britishin. Ja dhanë Britishin. Frani u paraqit si një emigrant nga Kosova. E kuptoj. Ata kuptuan që Frani kishte gënjur. Nuk dinte gjuhën e huaj të Kosovës. Ja morën prapë dokumentat, e rikthyen. Frani erdhi këtu. Me këtë gjuhën e Kosovës, sultani shumë. Nuk futallem. Nëse ju e dini pra gjuhën e Kosovës, keni përvetësuar sa përqind të batonit ju kuptoni? Asnjë përqind. Pra? Batonin e kuptojmë ne, po Beratit si të bëjmë. Jo, Beratin jo. Beratin vetëm Berat e kuptojnë. Ka shkuar, ka tentuar 5 herë të shkojnë me kamion. Herën e 5 kaloi, falë zotit. Kaloi. Doma aty u nxji jeta kur kaloi. Aty u nxji jeta. Edhe ju po të ishit koleg nuk do rezistoni dot rinë mbuluar në një kamion ose poshtë gomave të kamionit është shumë. Nuk e di, mos e provoft kush. Ti si ke vajtur një Britani të madhe, se s'kemi pyetur. Unë kam qenë shoferi i kamionit. Si i themi në anglisht, mos e provoft kush. Don't try. Jo, nuk ka kështu shprehje. Don't taste it? Don't prove it? Jo, try ishte folja dur, por nuk ekziston, nuk ekziston. Ndërkohë në pjesë të tretë do flasim për 2 libra shumë të bukur që kolegu i ka lexuar dhe na i ka sugjeruar dhe ne të dyve për të lexuar. I kemi në zyrën tonë, do të kemi Indiana Çulin, shkrimtare dhe përkthyese, ku do flasim për librin Mandarinët dhe të panjohurit. Mandarinët është nga Simone de Beauvoir. Dhe është përkthyer nga zonja Diana. Ndërsa Të panjohurit është libri më i ri i zonjës Diana. Është një përbledhje me tregime të Dianës që i ka pas botu tek Living, tek revista, po pastaj ka bërë përbledhjen e tregime urbane, po i quajmë. Në një rikthim i Dianës në stilin e viteve 90. Mirë, pas pak do ndodhin gjitha këto, por fillimisht do ndjekim Motin prej vërteti, një klip të bukur nga David Guetta. E morën, që a thashun e morën dhe e përkthyen në kanë bërë në grafik. A jemi live? Live, po. A gole? Serbi. A jemi live.